lufta e kësaj maggioranze kundër drejtësisë ka ndaluar. Pasi votuan për të shpëtuar Belinda Ballukun dhe kundër arrestimit të Belinda Ballukut, Edi Rama ka filluar mos ta sulmoj më në mënyrë të drejtë për drejtësinë, siç ka bërë në vitin e fundit, ose le të themi të paktën në 2 vitet e fundit. Por në fakt lufta nuk ka ndaluar. Mjafton të shikojmë mediat e kontrolluara kryesisht nga maggioranca për të kuptuar se si çdo natë në pjesën më të madhe të medjave, analist, gazetar, njerëz të afërt me maggiorancën dhe me qeverinë sulmojnë, denigrojnë drejtësinë. E kthejnë, duan të bindin opinionin publik që problemi në Shqipëri nuk është korrupsioni, nuk janë të korruptuarit. Problemi në Shqipëri janë prokurorët, janë gjykatësit. Por në fakt, sot që ne po flasim këtu në këtë parlament, si shpesh si ndodh rëndomt, nuk po merremi me thelbin. Sot në Shqipëri po ndodh një ngjarje shumë e rëndë, e cila mund të ndikojë në të ardhmen e luftës kundër korrupsionit. Ka ndodhur në fakt diçka e pabesueshme, ndërkohë që Edi Rama ka të paktën një vit që ka ngritur shqetësimin e madh të kësaj maggioranze, tani që njerëzit e kësaj maggioranze, kryetari i bashkisë, ministra, deputet, zëvendës kryeministra, po arrestohen, po hetohen edhe mund të arrestohen nesër, ka ngritur problemin e madh të dënimit ose të paraburgimit të masës sigurisë së paraburgimit. Dhe ajo që është e pabesueshme është që ndërkohë që Edi Rama ka ngritur problemin, sot, pas 15 vitesh, kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë janë mbledhur për të diskutuar problemin e Edi Ramës. Kjo është çmenduri. Praktikisht Edi Rama i ka kërkuar gjykatës së lartë të rishikojë vendosjen e paraburgimit si masë sigurie, me urdhër të Edi Ramës, sepse ndërkohë që ju jeni jashtë dhe qeshni dhe shijoni jetën tuaj prej milioneri, kolegët tuaj janë në burg, dhe Edi Rama i ka premtuar Erion Veliajt, Beqajt dhe shumë të tjerë, që duhet të kenë durim se ai do t'i nxjerrë nga burgu. Ai ka nevojë të japë një mesazh edhe juve dhe administratës që mos t'i trëmben firmës, të firmosin, sepse Edi Rama po gjen zgjidhjen se si të ndaloj burgosjen e tyre. Kjo është ajo që po ndodh. Sot gjykata e lartë po përdoret nga Edi Rama për të ndaluar burgosjen e të akuzuarve për korrupsion. Sot ky është bërë shqetësim i madh për ju, pasi provoi nëpërmjet kërcënimeve, nëpërmjet hakerimit të emaileve, nëpërmjet gjykatës kushtetuese, përdori dhe parlamentin për të ndaluar arrestimin e njerëzve më të ngushtë Edi Ramës, sot po përdor gjykatën e lartë. Kjo është çmenduria, për të cilën nuk flet askush në fakt. Askush në këtë sallë nuk ngriti këtë problem, që ka të bëjë me të ardhmen e luftës kundër korrupsionit në Shqipëri. Se pavarësisht çfarë thoni ju, lufta kundër korrupsionit është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë. Del Edi Rama dhe thotë se është problem korrupsioni, sepse ekonomia po rritet. Por në fakt po rritet ekonomia, po rritet për Ramën, po rritet për ju, po rritet për ortakët tuaj. Kjo është e vërtet. Po për gjithë ata shqiptar, miliona shqiptar, mbi 1 milion qytetar shqiptar kanë ikur nga Shqipëria, sepse ekonomia për ata nuk po rritej. Po rritej për Belinda Ballukun, për Beqajn. Nuk ka një projekt që ju e shitët si projekt të madh për Shqipërinë, i cili nuk është në hetim për korrupsion.
për të cili nuk ka përfaqësues të kësaj magjorance ose në burg ose në hetim për korrupsion. Nuk ka një të vetëm. Shqipëria është e zhytur në korrupsion. Është totalisht e zhytur në korrupsion. Është totalisht e zhytur në korrupsion. Dhe tani që drejtësia nuk ju fal më, që po u merr një nga një, 2 zëvendës kryeministra, njërën e mbrojtët tu me votën tuaj, tjetri është në arati, ministra pafund, deputet, janë të akuzuar për korrupsion, për shpërdorim detyre, që kanë abuzuar me detyrën, dhe ju i keni dalë në mbrojtje. Dhe dilni këtu dhe ne jepni mend dhe thoni, po ç'është ky muhabet? Pastrim Parash, po Pastrim Parash ka kudo. Si dilni dhe banalizoni në çfarë mënyre? Si e banalizoni dhe korrupsion ka kudo. Po të marrësh listën, ta shpjegoj unë, ta them ta shpjegoj unë. Ka një problem në çdo parlament, ta them unë, në çdo parlament të botës, opozita e shikon në një mënyrë dhe maggioranza e shikon në një mënyrë tjetër. Dhe qytetarët vendosin kujt i besojnë. Por ka një problem, ju nuk flisni dot për ligjshmëri, për sundim të ligjit. Sepse ju në këtë parlament keni votuar ndalimin e arrestimit të Belinda Ballukut, të zëvendës kryeministres. Ju jeni bërë palme të korruptuarit. Si mund të flisni ju për zbatimin e ligjit? Si mund të flisni? Jeni të pabesueshëm, kjo është lidhja. Ju nuk jeni me qytetarët, nuk jeni me ligjin, jeni me të korruptuarit. Dhe nuk mund të vini këtu të jepni mend dhe thoni që ju këtu jeni për sundimin e ligjit. Sepse tallja më e madhe që mund të bësh në këtë vend është të vish këtu në 35 vjet dhe të gënjesh qytetarët shqiptar që thuash edhe në Zvicër ka korrupsion. Çfarë problemi ka? Edhe në Zvicër pastrojnë para. Çfarë problemi ka? Kjo është gënjeshtra e madhe që bëni këtu. Ky është mashtrim i madh. Problemi janë për masat. Edhe nga Zvicra ikin qytetarët shqiptar. Ndinjen atë thonë na jepni mend. Çfarë problemi ka që ikin shqiptarët? Çfarë problemi ka që kanë ikur 1 milion shqiptar? Kudo, edhe nga Italia ikin. Pse s'më pyet, edhe nga Italia ikin, dhe nga Franca ikin, dhe nga Gjermania ikin. Po nuk ikën 1 milion, 1/3 e popullsisë në 10 vjet. Kjo është gënjeshtra e madhe. Po të marrësh listën e Transparency International, nuk gjen asnjë vend me 0 korrupsion. Në asnjë vend, në të gjithë listën nuk gjen asnjë vend me 0 korrupsion. Por çfarë do të thotë kjo? Që Shqipëria nuk ka një problem me korrupsionin? Atëherë pse ndaloni Spakun? Pse keni hakeruar emailët e Spakut? Pse ndaluat arrestimin e Belinda Ballukut? Pse doni të nxirrni nga burgu të akuzuarit për korrupsion? Pse e sulmoni drejtësinë? Sepse jeni me të korruptuarit. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Zoti Erion Braçe ka kërkuar fjalën procedurë. Zoti Braçe. Kryetar, jam i detyruar që të reagoj për një arsye, se u bën 2 folës njëri pas tjetrit që keq interpretojnë atë që unë them këtu, edhe besoj që në sallën e parlamentit patjetër kjo gjë nuk duhet lejuar. Unë nuk thash që ka pastrim parash në Itali dhe kjo justifikon pastrimin e parave në Shqipëri. Jo. Nuk thash këtë gjë, përkundrazi. Thash që po, në Shqipëri pastrohen para dhe të gjitha agjencitë ligjzbatuese duhet merren pikërisht me këtë fenomen siç edhe po merren. Pikërisht se po merren, ne dolëm nga lista gri e vendeve që nuk kishin masat mjaftueshme për të luftuar kundër pastrimit të parave. Abuzimi i zotrisë, veçanërisht i zotrisë që foli tani, është përtej logjike. Ishte këtu në sallë kur unë fola dhe dëgjoj fare mirë edhe këtë që po them tani edhe atë që thash pak më herët. Po, abuzim shumë i madh është i thuash këtij vendi dhe të tjerëve jashtë këtij vendi që parat pastrohen vetëm në Shqipëri. Që krimi organizuar pastron para vetëm në Shqipëri. Jo, e tha zotria tani. Sa pe tha ai zotria në fund. Po e përsëris edhe një herë. Po patjetër që pastrimi parave është problem edhe në Shqipëri. Pastrimi parave duhet luftuar
me të gjitha ato që ka parashikuar ligji edhe në Shqipëri. Po kjo gjë nuk mund të shkojë në absurd. Ky është problemi. Që këtu gjërat kalojnë në absurd. Tani kur unë sjell shembullin e Italisë, e solla sepse zotria vjen nga Italia. Dhe e di shumë mirë çka ka ndodhur edhe një javë përpara atje në Itali. Edhe çfarë problemi shumë të madh kanë ata me organizatat kriminale, mafioze etj. Me radhë, jo vetëm aty, po me shtrirje thuajse në gjithë Europën. Gjithë Europën. Tani kjo nuk justifikon pastrimin e parave në Shqipëri si shtot zotria, apo e bën Shqipërinë vend imun. E ku lufta kundër pastrimit parave nuk vlen, jo më vlen. Edhe duhet bërë me çdo kosto e me çdo çmim. E duhet me i shku deri në fund. Po nuk është vetëm Shqipëria, më. Këtë thash, nuk është vetëm Shqipëria. Në këtë aspekt. Dhe nga salla e parlamentit, ky lloj ligjërimi, më thënë është totalisht abuziv dhe i tepër. Faleminderit. Faleminderit. Replik mbi replik? Okej. Replik më pas zot Taulant Balla për replik. Tani, edhe njerë, ju po thoni që me që ky fenomen ekziston kudo, atëherë edhe në Shqipëri, më falë, po të tregoj, qetësohu. Tani, problemi, shikoni. Tregoj këtë zell të ramë. Qetësohu. Tani, përdorimi i relativizimit, ta shesim gjendjen në Shqipëri, gjendjen atëherë, edhe njerë, të relativizojmë nivelin e korrupsionit, të relativizojmë nivelin e korrupsionit në Shqipëri, nivelin e pastrimit të parave në Shqipëri, dhe të gjitha problemet e tjera që ka ky vend në krahasim me perëndimin, është të tallesh me qytetarët shqiptarë. Tani unë ju sfidoj, më tregoni një vend të Europës, me që merr shembuj, edhe në vendin me më shumë probleme në Europë, në lidhje me pastrimin e parave dhe krimin të organizuar, më tregoni një vend, ku në kryeqytetin e këtij vendi ndërtohet një kull, ku duhet është në ndërtim, një qytetar kalon në rrugë, edhe sytë e shikon që po ndërtohet një kull, ku duhen të paktën 200 milionë euro. Si që janë rëndomë këtu në Tiranë. Dhe zbulon që ai personi që po e ndërton është biznesi i parë që bën. Tani më shpjegoni mua ju, me që doni të thoni që dhe këtu e kemi pak më të madhe probleme pastrimi e parave, po dhe jashtë ekziston, më thoni ku e gjeni gjë të tillë. Më thoni ku e gjeni gjë të tillë. Më thoni një parlament të Bashkimit Evropian ku zëvendës kryeministri e akuzuar, për të cilën kërkohet arrest, mblidhet parlamenti dhe i mohon të drejtën spakut për të arrestuar. Një të vetëm. Faleminderit, fjalën e ka zoti Taulant Balla për replik. Zotria ja ka marrë dorën të bëhet personazh duke bërtitur, por e mora fjalën edhe pse na u drejtua në replik. Ajo që me pa drejt po thuhet këtu për një vendim të gjykatës lartë, dhe besoj që bien dakord që kolegjit e bashkuara të gjykatës lartë janë, le të themi, në nivelin e gjykatës kushtetuese, në kuptimin kur unifikojnë vendimet. Dhe nga mediat jam njohur se vendimi sotëm në vlerësimin tim është i vendim historik. Sepse ky vendim, zotëri, të paktën për çdo antar të Kuvendit të Shqipërisë, që e di fare mirë që roli është
që të paktën nga ajo që raportohet nga media, edhe unë e lexova se po shoh një kolege që është gjithologe. Ideja është që prokuroria kërkon masë shtrënguese sigurimi personal larges me burg, nuk duhet të mjaftohet vetëm te dyshimi i arsyeshëm, por duhet të krijojë prova që të kërkojë masën arrest me burg para gjykatës. Fjalë për fjalë është një vendim i Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njerëzit i transpozuar në një vendim të kolegjit të gjykatave të lartë. Kaq. Ndërkohë që zotris zhurmusit, shiko se mos je vetë në subjekt pastrimi parash në hetim nga ndonjë prokurori në Itali. Thellohu, se ndoshta mos del edhe ti personazh nga ato që përmendi kolegu Braçi, i cili pikërisht këtë kishte, që ka edhe personazhe apo hetime për pastrim parash. Ta përfundoj të lutem. Faleminderit, jo, s'ka problem, nuk e shkel. Fjalën e ka zoti Erald Kapri për ju lutem, zoti Shej, replik mbi replik nuk ka. Zoti Balla e mori fjalën për replik, ju s'mund të përgjigjeni me replik. Zoti Kapri ishte replik. Jo, nuk mund ta transferosh fjalën. Zoti Kapri, ju lutem. Zoti Agron Shej, nuk mund ta shkelim rregulloren përjashtimisht për ju. Replik mbi replik nuk kemi dhënë, nuk e lejon rregulloria. Ju lutem mos nuk mund të përgjigjeni, nuk mund të replikoni sepse nuk ka replik mbi replik sipas rregullores, nuk është çështje dëshirës sime. Zoti Kapri, procedurë. Zoti kryetar, tregoni